që vështirët për mirëqenien e fëmijës dhe rritjes më të mirë të mundshme, fëmijëria e hershme. Atëherë sa më herët që intervenohet në çdo sjellje, në çdo vështirësi, aq më mirë është për fëmin edhe për familjen. Ti kanë pas predispozita mos më u qas, mos më kërku më një randimën tek profesionistët e përkas që duhet, për arsye se rrethi e paragjykon. Mirë po, fatkeqësisht, kohëve të fundit po shumë i vazhdimisht fëmijë që po janë po ka shumë vështirësi. Qoftë në komunikim, qoftë në socializim, qoftë shërgullime të ndryshme, qoftë në të nxjerrën përgjatë shkollës, që është ADD për shembull, shërgullimi i vëmendjes, që është në farë forme është në proces rritje e sipër, por natyrisht që nuk mundem me lënë faktor. Vetëm ky faktor është që përshtaton se vetëm ky. Fazat e para të trajtimit terapeutik nuk janë të lehta, sepse është prindi prezent, edhe është një fëmijë që kam ju përshtat është dikuj tjetër, është një person kryesisht i huaj me ta. Është faza adaptuese. Pavarësisht a ka vështirësi ajo, por që ka vështirësi nuk do të thonë që ai adaptohet shumë lehtë, edhe ai ka adaptimet e veta që kërkojnë një kohë. Çka ndikon që me pas një fëmijë vonesë në zhvillim? A shfaqet më vonë pas lindjes? A është vonesa në zhvillim e lindur? Si trajtohet? Çfarë prindi duhet të mësoj rreth një fëmije, do thot i cili ka pengesa në zhvillim apo vonesë në zhvillim? E kam të ftuar sot në podcast me vlerën terapisten e stimulimit Blerta Kryeziu. Mirë se erdhe Blerta. Përshëndetje Vlera, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë ty që ke nda kohë me ardhë. Merci. Blerta, ne edhe paraprakisht ishim duke diskutu do të thotë rreth pjesës së fëmijëve sot, çrregullimeve që sot flitet shumë, edhe realisht jemi të njoftun, edhe njerëz që nuk janë profesionistë të fushës janë do të thotë të njoftuar me terminologjit një farë forme. Mirë po, jo gjithmonë, ndoshta e kemi atë qasjen që duhet, apo edhe qasjen, mirë po dhe njohuritë e mjaftueshme për ta bërë një identifikim brenda familjes. A mundesh pak a shumë, duke e ditë që jeni një terapist e stimulimi që punoni çdo ditë me raste, me na tregu se me çfarë raste ballafaqoheni kryesisht për ditëshmëri? Po Vlera, fillimisht duhet pas parasysh që kur është prindi për herë të parë që po të prindë dhe është fëmia i parë i tyre në familje, është një lloj sfide e dyanshme realisht, edhe bepa që vjen jetë edhe prindërit që i kanë më kujdes për dikën të posalindur. Prindërimi është një fushë që e cila nuk ka të ndalur asnjëherë, vazhdimisht jenë hulumtime, lexime, por edhe marrësh modele të një prindi tjetër, mundosh me gjetë prindërimin adekuat tandin, i cili mendon që ke gjetë një po prapë se prapë kërkon më shumë lexim, hulumtime, kujdes, për secilën çështje etapë kemi mësuar tutje. Ndoshta gjithçka është duke shumë mirë, po paprit mas ndel diçka përgjatë rrugtimit të rritjes, është një fazë tjetër që dush me qenë kërkues, me gjetë mënyra më të mirë të mundshme ku kime shumë fillimisht, cila është problematika, cila është shqetësimi atij prindit përgjatë rritjes që e ka fëmia. Mirë po Vlera, gjithmonë e kam në mendjen time dhe atë që edhe diskutoj edhe me kolegët e mi, ndoshta edhe në emisionin ku kam qenë, ku dhe ku shkoj. Kontrollat e para ndonjë fëmijë që ka vështirësi është i shep normalisht përveç prindrit, është tjetri pediatri. Kështu që besoj që secili prind ka një lloj fletore të fëmijëve që është në një farë mënyrë mbarvajtja e rritjes së fëmijës në mosha të caktuara, përveç kontrollave dhe janë disa lloj testesh, që do të njohë prindërve. Por nganjëherë po mendoj edhe po më duket sikur është një farë neglizhence që normalisht duke pas parasysh çështjet për shembull gripe të ndryshme sezonale që po ndodhin, numri i madh i pacientave që po shkojnë tek kontrollat pediatrike, normalisht edhe pediatrët nuk e kanë kohën e mjaftueshme me diskutu me prindin për një orientim caktuar. Kështu që kjo është një hap i parë që edhe që mirret edhe shef dikush tjetër. Hapi tjetër nëse fëmijët po shkojnë në kopshte ose në qerdhe, edhe aty për shembull stafi i institucionit parashkollor që ekziston, e shohin ndonjë problematikë në zhvillim të fëmisë. Edhe natyrisht që duhet me qenë shumë të hapur me diskutu me prindin që çka është ndodhur. Të mos kemi gjithmonë atë tendencën që
okej, mos ta prekim ndjesinë e prindit, mos ta dëmtojmë aton, mos ta themi emocionalisht, por realisht është më mirë, më e duhura që ne t'i themi prindërve. Të diskutojnë, ata le të diskutojnë dhe kopshtet është fjala e edukatorët, mësimdhënësat nëse në shkollë vazhdoni çrregullim ose një vështirësi tjetër tutje, me diskutu bashkë me prindin. Jo rasti vështirë për mirëqenien e fëmijës dhe rritjes më të mirë të mundshme, fëmijëria e hershme. Atëherë sa më herët që intervenohen në çdo sjellje, në çdo vështirësi, aq më mirë është për fëmin edhe për familjen. Po, Blerta, sot flitet shumë për pjesën e autizmit. Do të thonë, periudhat më hershme autizmi do thotë është terminologji e vëndshme. Edhe a mundesh me na tregu pak a shumë për shkak se ndonjëherë po m'duket edhe po abuzohet pak me këtë terminologji në kuptimin që çaq shpesh po përdoret. Çka është konkretisht autizmi? Po Vlera, kur the që po abuzohet ndoshta me etiketimin e çrregullimit, që me njerë për i përë ndoshta një diagnozë që po është në spektër, natyrisht që kjo nuk është një pjesë që më parket mu, se këtë pjesë e bojnë psikologët klinik për gjatë vlerësimeve, ata që kanë gjithë të bëjmë këtë punën e vlerësimit, mirë po nuk më ka rastis me pa definitive një diagnozë, sepse deri në moshën 4-5 nuk i pa diagnoza përfundimtare. Për arsye se jena gjithçka duke u vëzhgu. Punohet, vëzhgohet edhe bëhet rivlerësimet, bëhen vlerësimet. Edhe shihet nëse fëmijë ka filluar me pas ndryshime, ka filluar me pas me shku diçka koherente me moshatarët e tyre. Do të më thonë aminëran me vendos një diagnozë, se tek fundja asnjë prind nuk dëshiron që ta ketë fëmijë atyre një diagnozë. Mirë po kur mira diagnoza normalisht është një thyrje për ta. Para se me punu me fëmijët, gjithmonë do të pas parasysh punën me prindërit, diskutimin me ta, mënyrën nuk është e lehtë për të pranuar nëse fëmia e tyre ka ndonjë vështirësi. Nuk është e lehtë të jepet një diagnozë e hershme, normalisht gjithmonë do të më potencu çështjen e elementeve ose simptomat që janë prezente. Timin të vëzhgu, ta vëzhgojmë, jo ndonë se s'kam punu prindrit mjaftueshëm me fëmijën e tyre, po të kërkohet një punë më e madhe, më intenzive. Por punohet më shumë, më intenzivisht, atëherë edhe kur shkon për shembull botë rivlerësime dhe shën një rritje progresive realisht, atëherë është një mesazh dhe një emocion shumë i rëndësishëm për prindin që puna jam është të dhënë rezultat, edhe puna terapeutike zbashku me ta një farlloj trekëndshi është duke dhënë rezultatin e tyre. Te kthehemi te termit të autizmit, e cila është një temë që asnjëherë nuk ka më qenë temë bajate nëpër emisione, gjithmonë ka më qenë aktuale se fatkeqësisht e potencove edhe ti që çdo i dytë diagnozë që dali fëmijëve është në spektër. Mirë po ndoshta po lien hije disa vështirësi, disa çrregullime të tjera, po thash prapë që nuk është pjesë e ime diagnostifikime, po është trajtime që unë e bëj mbas një vlerësuesit klinik. Autizmi është problem, është çrregullim neurozhvillimor, i cili prek fushat e komunikimit, motorikës, socializimit, fushat që janë shumë të rëndësishme të zhvillimit të një fëmijës. Të nisur qysh nga foshnja e tutje. Po. Çfarë shenja duhet me pa një prind ose një edukatore e kopshtit te një fëmijë që me u alarmu ose me fillu me u interesu që me dërgu fëmijën do të thotë në hapa apo matutje për vlerësim. Çka dallon prej fëmijëve tjerë? Po Vlera, shumë pyetje e mirë. Unë gjithmonë kam thënë më kthit gjithmonë ka ana e prindërve, që të mirën sa më shumë dhe të mundohen të gjejnë kohë për fëmijët e tyre të analizojnë çdo send ai fëmijë, çdo lëvizje, çdo zhvillim të mirë, çdo zhvillim jo të mirë, të punohet me ta, të luhet me ta, të krijojnë lojë, të bëjnë aktivitete të ndryshme me ta, aktivitete që shfaqin interes edhe që nuk shfaqin interes, me pa se si po qëndron, apo të përcjell një ndër çështjet më të rëndësishme është kontakti, përcjellja, dëgjueshmëria, reagimi ndaj zhurmave, reagimi ndaj tingujve të ndryshëm, mandej është socializimi, sa po luaj me fëmijët e tjerë, sa po afrohet, sa po i shkëmben lodrat ose materialet që i ka afër vetes. Mandej është pjesa tjetër e motorikës, duarve, që gjithmonë duhet të kthehemi mbrapa se bebet foshnjët fillojnë komunikimin e parë që kanë me të tjerët është të qajturit, që kur çan ai ka më marrë çka po ai po don. Normalisht ai nuk dhe me komuniku njëherë. Edhe komunikimi jo verbal tin është me çajt edhe me kërku çumshtin ose çfarë do që ka nevojë, se ndonjë parahati që ka nevojë për me undru ose diçka e tillë. Mandej bebet e kanë luajtje me duar, që është një fushë shumë e rëndësishme, se është motorika fine, është motorika që ai po i përdor durt, po luan me duar, po mban, po hedh,
po i mbledh, ndoshta ose edhe shkon ben nga njëra dorë në dorën tjetër, që realisht duket që s'ka ndoshta shumë sens, por realisht është gjithçka që aty. Televizja atyre, shumë bashkëpunime me tjetre, me prindin në këto raste, ose edhe me do një fëmijë me shfaq dashurinë, me shfaq gëzimin, me shfaq që është e caktuar edhe frikën, që është frikësu ka përsi diçka, ka ndodhur diçka, me i përcjell çdo etapë. Mirë po, kur ti me përcjell anët tjetër do të me pas madje edhe pa kujdes prindi që kanë kam frikën sikur pozicionohet ndoshta edhe në ndonjëherë mirëqenie e fëmijëve. Fëmijët mosha të ndryshme kanë disa sjellje të ndryshme. Fëmijët në përgjithësi, pavarësisht a janë tipik apo atipik. Ju tash me mendu që po ka një inat, një frustrim, një tantrum edhe shumë keq është që çapo bën ose me fillu me i bërtit, me pas një qasje tjetër prindi. Unë gjithmonë e potencoj e them edhe besoj që do ta rithem, që pret vetëm pak se e ka diçka mbrapa kësaj. Nëse është një fëmijë që nuk është tu pas komunikimin, normalisht është duke i bërë disa sjellje, po jo gjithmonë të arsyetueshme nga ana jonë, po do të me kuptu çka ndodhi, arsyen, shkakun, pse erdhi te kjo. Jo definitivisht me dhënë një diagnozë ose me dhënë ndonjë gjykim ndaj tij, ndaj saj, po të mirë me çështjen që ashtu ka ndodhur. Për shembull ndodhi një ditë kur një nana më tregon, më tha një ditë vajza emërtimit kafshëve. Do më thamë ti bëhu lopa, unë po bëna qani, motra kjo tha dhe u nale tash, qa me bëhu tash? Edhe tash vazhdoj tutje, dhe po më tha, më ta bën tash ti si lopa, bën kjo si kjo, edhe unë sikur kjo. Kështu që do të me prite, jo tash me thonë më ofendove, të është një fëmijë. është të dash me bo një lojt kafshëve që ajo është e që e ka pa një imash të tillë, që është shumë normale dhe bile shumë e mirë një farë përse është të inicu një lojt zbashku. E ka njerë po është tendenca që me ndërprej halo pa e kry. Si të rriturve si, po veç mas fëmijëve është me pas shumë kujdes, me lanë le të përfundorin në fund që ashtu dash me na tregu neve. Kjo besoj që ka tepër rëndësi, për shkak se për zhvillimin e hershëm që e tregove rëndësinë do thotë zhvillimit hershëm për mirinë e hershme, po njëkohësisht edhe triturve, edhe na si tritun kemi nevojë me na dëgju dikush deri në fund. Tash me llogarit një fëmijë i vogël që ende nuk i ka të formuar komplet perceptimet edhe botkuptimet, do thotë që me arsyetu tjetrin. I përmende Blerta tantrumet. Do të thonë, a mundesh me sqaru çka janë tantrumet edhe deri në cilën moshë janë normale me ndodh? Tantrumet janë sjellje impulsive, ndoshta nuk mund të themi agresive natyrisht, janë impulsive për shkak paratis diçkaje, pa mundësisë me reagu, me komuniku, pa kënaqësisë që mundet me pas, edhe janë reagime që ose gjuhen, ose kërsasin, ose bërtasin. Pa arsye. Realisht mund të duket pa arsye, po i ka thellë ka një arsye. Gjithmonë do të pas parasysh se çka deri tani ke mirë, po pse ndodhi tantrumi, pse ndodhi sjellja. Normal që me pa atë sjellje nuk është e hishme, nuk duket e mirë, por realisht është mënyra vetme e komunikimit pa kënaqësisë që unë po e ndjej. Po, kuptoj. Do të thonë deri kur mundemi me llogarit, do të thonë që jemi në rregull nëse një fëmijë ka që ato shkaravitjet, nëse më me thonë. Jemi në rregull deri atëherë kur na e kuptojmë se çfarë po kërkon fëmia. Asnjë trajtim, asnjë problematik nuk mund të ketë afat kohor. Realisht nuk mund të japim afat kohor. Është individuale, do të thotë. Normalisht është individuale dhe është familjare. Sa është kuptimësia që asaj sjellje që është duke na ndodhur. Por për gjatë trajtimit edhe mirë që e potencove tash afatin kohor, prindër kur fillojnë qoftë tek ne ose qoftë në ndonjë institucion tjetër trajtimet, kërkojnë sa kohë më duhet. Momentet që ne jepim një afat kohor në një farë forme kemi mencionuar profesionin ton, profesionalizmin ton për gjatë punës, por edhe anën tjetër finalizojmë edhe aftësitë e fëmisë. Shpesh herë ndëgjojmë nga të tjerët kur themi këtë kuptimin, nga persona të cilët nuk janë të kësaj fushë hiç, edhe e stigmatizojnë fëmijët me vështirësi, mos përmendin ndonjë çrregullim, nuk din me lujt me tjerët, ose nuk kanë empati, nuk nin, nuk dëgjojnë, nuk reagojnë. Këto në shef edhe ndëgjojnë na për këndet lojrave, natyrisht janë nanat ato që e bojnë këtë sjellje, që normalisht i kanë fëmijët e tyre me zhvillim tipik, edhe kur shëndon një fëmijë me ndonjë zhvillim
ma ndryshe se fëmijët e vet, me do një vështirësi caktuar, edhe në një farë forme e stigmatizon në një fushë caktuar me ndonjë fëmijë. Asnjë fëmijë, qoftë tipik ose me vështirësi, nuk ka cënim për aftësia. Çdo aftësi është që mësohet. Çdo objektiv që ti e çet përpara, nëse ai e ke zhdita nuk ish ardhur me mësu, po ti ke me mësu dhe keni me mësu së bashku. Por gjithmonë përgjatë punës terapeutike të stimulimit, është e rëndësishme që jo çdo herë veç fëmia ka me bo, po dhe ti ke me bo bashkë me fëmin, detyrat e caktuara. Që mos më doni mesazh që ti në një farë forme vetëm ti ke me bo, unë kam me të shiko ty, po kena me bo bashkë, se na bashkë mësojmë, bashkë realizojmë dhe bashkë mbrim gjithçka. Po. Blerta, autizmin e përmendëm, njëkohësisht ADHD, hiperaktivitet, janë domethënë gjithashtu terme që sot i kemi shumë në përditshmëri, përveç punës terapeutike që bëhet, mirë po edhe prindërit, mirë po nuk e di sa janë të informuar mjaftueshëm për shkak se ne e kemi kështu si fjalë shumë të përditshme, hiperaktiv është. A është ai hiperaktivi që na e shohim të lëviz vazhdimisht, apo është diçka më shumë që duhet ta ketë një fëmijë disa sjellje nivelit më të lartë të atyre lëvizjeve që edhe pse unë e kuptoj këtë pjesën e diagnostifikimit shumë mirë, po vetëm ato elementet që ju punoni çdo ditë si terapistë e stimulimit. Tek individet të cilët kanë ADHD, normalisht na i dim që është çrregullimi i hiperaktivitetit dhe i vëmendjes, mirë po këtu bën pjesë edhe impulsiviteti. Kur kemi të bëjmë me këtë lloj çrregullimi, atëherë është kur fëmia nuk është në gjendje të qëndruar, vazhdimisht është në lëvizje, kur nuk përfill mesazhin e tjetrit, komunikimin e tjetrit, kur nuk është në gjendje të përfundon objektivat, detyrat e caktuara që kërkohen nga ai, kur gjithmonë dëshiron që ai të ketë gjithçka me udhëheq ai vet. Edhe në normal edhe ato që janë preferencat e tij ose apo të saj, nuk është që i çon deri në fund, po i lën gjysmake. Vazhdimisht ka shpërqendrime. Ndonë se mundet mos me pas kur gjë për mua dhe për tjetrin brenda asaj që po shpërqendron, ai ka me gjetë diçka mu shpërqendru. Jo vetëm me pa objekte ose diçka të tillë, po ndoshta edhe më marr me veten e vet. Me pa që diçka s'është rahat, me rregullu, do të më ik prej një detyrës caktuar. Po realisht po e përmani sa janë prindërit e vetëdijshëm për këtë çështje, kohëve të fundit, mos me thënë vitet të fundit, e shoh një interesim shumë të lartë të prindërve, të cilët ndonë se nuk ka ndoshta ndonjë vështirësi shumë tek su me fëmia e tyre, mirë po e merr hapin edhe merr iniciativën, po du me sjell një konsultë kemi së bashku. Ndoshta është problemi tek unë, tek qasja imi si kur prind, po du me konsultu me dikant që mirët me këtë kategori të fëmijëve. Për mua normalisht është shumë e kënaqshme, kur e shoh që ndoshta s'ka fëmia hiç vështirësi, po për mua është e kënaqshme që prindit ju ka dukë që ka diçka edhe do me pas një konsult. Ndoshta ma herët prindit kanë pas predispozita mos me u qas, mos me kërku mirërendimin tek profesionistët e përkas që duhet, për arsye se rrethi e paragjykon. Mirë po, fatkeqësisht, kohëve të fundit, po shumë i vazhdimisht fëmijë që po janë me shumë, po ka shumë vështirësi. Qoftë në komunikim, qoftë në socializim, qoftë çrregullime të ndryshme, qoftë në të nxjerrën përgjatë shkollës, që është ADD për shembull, çrregullimi i vëmendjes, që është në farë forme është në proces rritje e sipër, por natyrisht që nuk mundem me lënë faktor, vetëm ky faktor është që po shkaton se vetëm ky. Kur përmend me të çrregullimit të ndryshme, veç mas kur është faza që fëmijët s'po kanë komunikimin edhe socializimin, është një tjetër problematik që po ja rrit realisht këtë pjesë është teknologjia, që veç mas për shembull tek fëmijët që janë edhe me ADHD dhe kur qëndrojmë me teknologji më tepër, normalisht rritet impulsiviteti, rritja e zonit, injorimi i tjetrit, që ti më pengove, ti më ndalove, mandej anën tjetër po kena probleme motorike, bllokade duarve, tonusi i dorës po bllokohet, nuk po është i mirë në detyra, nuk është i mirë në realizim detyrave të ndryshme ose aktiviteteve që i kërkohen, për arsye se mendjes prat një diçka të tillë. Normalisht kur po rrin fëmijët në atë pjesë edhe aspekti emocional po ndryshon, po mirë ndoshta vetëm një emocion, po ka prioritet shumë të madh nervozizmi, mandej komunikimi po lëvizet, domethënë nuk është i pastër i mirë edhe bashkëpunues me tjetrin. Kjo pjesa e teknologjisë realisht është problem global, mendoj,
edhe pse te ne edhe nuk është e mbrojtur ose nuk jemi të ruajtur si ne në aspekt shtetëror. Kemi kufizime në ato rjetet tona, në gjithçka që shikon fëmia. Mirë po gjithmonë mbetet në baza individuale prindërve. Do thotë me bu ato restriksionet që me i bo disa blokada në mjetet e tyne teknologjike. Për shkak se nëse e kishim pas një model të tillë që neve me na mbështet dikush si prind, do të kishin një lehtësim shumë i madh. Mirë po kur mbetet në baza individuale, jo të gjithë munden me e kap hapin që me e maj do të thotë ato në kontroll. Blerta i përmende paragjykimet. Edhe unë e di që ti ke një përvojë shumë të gjatë, do të thotë prej kohë studimeve që merresh me fëmijë me çrregullime të ndryshme apo edhe kisha dashur me ditë çka ka ndryshuar gjatë këtij rrugtimit tonë profesional. E kam fjalën jo për ju, mirë po për krejt këtë përvojën e juaj duke i përfshi fëmijët, të cilët i trajtoni dhe njëkohësisht prindërit të cilët vinë aty dhe i sjellin edhe bashkëpunojnë me ju. Ajo si çfarë ka ndryshu, normalisht është për të mirë, involvimi i prindërve brenda punës terapeutike, për sjellja e detyrave që bëhen dhe realizimi i tyre në shtëpi. Jo, ndonë se si kanë bo ma herët, mirë po tash është një fokus edhe një interesim shumë më i madh. Që ndoshta bashkëme me të tjerët edhe po bëjnë krahasime me fëmijë që normalisht na nuk e pëlqejmë krahasimin, edhe nuk e kërkojmë që të bëjmë krahasime, mirë po ndonjëherë janë edhe krahasimet janë ato që nive na shtin me shku dikon e marrni një hap për me pa se ku jemi. Edhe prindër po shoh, realisht jam shumë e kënaqur me punën e tyre që ata e bëjnë edhe bashkëpunimin që unë kam me ta. E vren një interesim shumë të madh. Ndoshta me një detyrë sado që e ka bë të vogël, por është një punë shumë e madhe, që kur vjen fëmia për shembull veç mas prej vikendeve, kur vin tona në trajtim, edhe shoh që e bën disa aktivitete shumë më shpejt se sa kur i kena po gjatë javës. Është ndoshta ndonjë fushë që ke vendos objektiva më tepër, edhe gjithmonë është e rëndësishme me një farë forme me motivu, me lavdru prindin për punën, bravo Samira, a keni po që të shtrëm të shtëpia, që a keni po të shtëpia diçka që e ka fuqizu ma tje për këtë pjesë, gjithmonë prindrit ka të drejtën absolute të qëndrën brenda në seancë, të vazhdojnë gjithçka nga afër. Kjo realisht është shumë e mirë për terapeutin, por është për e mirë për prindin dhe fëmijën e tyre. Që ndoshta brenda seancës kërkohet që edhe prindi me bëni një pjesë detyrës bashkë me fëmijën e vet, që ti me pa mënyrën e çastës prindit ndaj fëmijës për gjatë punës. Unë realisht jam shumë e kënaqur me të gjithë prindërit, veçmas normal nana që një kam brenda aty, mundohen me dhomat mirën të mundshme. Ndoshta ka ndodhur diçka gjatë vikendin që përmend më herët trumet ose ndonjë sjellje e ka bo që to, a menon që kjo është arsyeja se e kom vrejtë që nështë është për çka kishë rëni e kishë po disa listime, edhe për mu kjo është e kënaqshme që kanë fillu prindërit, ndoshta si kam psikologjinë përfundime, por kanë fillu shumë me analizu sjelljet e fëmijës tyre. Sa shumë që e përmend edhe më herët, çfarë shumë po janë analizorë se që kanë njerëz thonë, lëreni pak të lirë, le ta shijojmë pak fëmijën e vet. Jo vazhdimisht veç detyra, ose kur më pyeten, po çfarë më bëtash bikan, përveç që e kanë plan programin e tyre që duhet me punu mbas pikave të programit. Ok, vikend, merë vetëm këtë pjesë pak më tepër. Që edhe në mënyon, realisht vlera, fëmia nuk ka nevojë, nuk e ka të nevojshme një prind që është një farë mënyra emocionalisht nuk është mirë. E kuptojmë, është një natyrë shumë normale nëse prindi që ka ndonjë fëmijë me vështirësi, pavarësisht llojit të vështirësisë, normalisht nuk e ka të lehtë. Vazhdimisht është në punë, vazhdimisht është në aksion me fëmijën, vazhdimisht është në dinamika të punës me ta, që duhet vazhdimisht me nxjerr prej fëmijës, me nxjerr realisht prej asaj që me kriju pavarësinë. Unë vazhdimisht thon prindërve, për neve është fillimet e seancave, fillimet e trajtimit, është e rëndësishme esenciale. Nuk na duhen neve shkronjat edhe numrat me i mësu. Neve na ditë me ditë kush është babi, kush është mami, kush është gota, kush është uje, me ato të cilat na kemi punë për gjatë gjithë ditës. Kur ne vazhdojmë, kur fëmijët fillojnë trajtimet dhe ata që nuk e kanë komunikimin, faza më e rëndësishme që është kërkesa, që na gjithmonë për gjatë rritjes edhe për gjatë jetës, na kem kërkesa. Ne pa lyp ndoshta ujti nuk ma sjell ujin. Kështu që kur fëmia fillon me kuptu fjalën ama ose dua, po zakonisht është ama ajo që përdoret në vendin ton, kur kuptohet ama dhe po jepet ajo çfarë po kërkon, faktikisht ama është fjala.
është jina në emërtim edhe vi që jemi në kërkesë. Edhe kupton që kur po e them unë, po marr diçka, atëherë fillon me kuptu, okay, unë po funksionosh duke kërku gjona, duke i lyp ato. Mandej tjetra është që na nuk mundna me bërë kur gjë pa i hap. Është një hap, është një hap tjetër. Tani emërtimi familjarëve, emërtimi i gjërave që nive na rrethojnë, që përmenda gjithmonë i thon prindërve, nanave veçmas, pa marrë ti buk nuk është çare. Angazhoj fëmijën, inkurajoje në rregullimin e tavolinës, vendosjen e pjatave, vendosjen e lugëve, vendosjen e gotave. Jo që ti ke nevojë për çat ndihmës, por ky ka nevojë me u pavarësu dhe më ndjes se unë po të ndihmoj ty. Duke i vendos stabilisa më shumë antar që jemi edhe aq më mirë. Secila kena me vendosur dhe kena me emërtu. Edhe gjithmonë kam ose la ndonjëherë diçka mango, që më thon, me pyet, është kjo gota për shembull. Dhe ai më çu me sjell, me kuptu, realisht me kuptu është e rëndësishmja. Prindrit që unë i kam edhe me ata që diskutoj, po ndoshta edhe ndonjëherë edhe me veten, kur do ju mësu ndoshta edhe fëmijës tam diçka, jo me thonë, veç me ma thonë, po me kuptu. E rëndësishme është me kuptu njëherë mandej komunikimi. Se ka ndoshta kom pas kohë më parë, rast që kur një fëmijë ka qenë që ka pas komunikimin e mirë realisht. Fjalit gjata 2, 3, 4, 5 komponentëshe. Mirë po, për shembull ka thonë djali po qanë, edhe ke vendos një kartë me veprim që djali po qanë, edhe disa karta, 1-2 karta të tjera, kjo të pyet, po kur djali po qanë? Ka qenë pak vështirë me gjetë. Do të thonë, ai ka qenë shumë i mirë në aspektin e komunikimit, mirë po jo të kuptimsim se kush. Për veten e tina kur ka qajt, po e ka ditë që po qanë ai, mirë po jo në bazë fotografive ose imazheve që i ka pa përpara vetes. Që gjithmonë është e rëndësishme me kuptu e mandej me komuniku. Njës kur na kjo që po e bojnë sot, është një punë që na kena studiu, kena lexu dhe mandej po e flasim. Kuptojmë njëherë se çfarë po bojmë, kuptojmë njëherë se çfarë po thojmë. Mos e kemi preferenca sikur prind normalisht e prindit dëshiron më të mirën të mundshme për fëmin e tij, por të kuptojmë pak a shumë aftësitë, kapacitetet që mia po i jap. Shumë sfiduese kjo pjesë kanjëherë, besoj për ju si terapist, për shkak se kjo ruajtja e ndjeshmërive të prindit dhe ballafaqimi me realitetin, për shembull duke e ditë që na si prindër shumë shpesh kemi pritshmëri dhe shumë shpesh na ndodh edhe në rrjetet sociale në grupe të prindërve kur prindër ngrisin si çështje ose ndonjëherë edhe mburren, ose pyesin për me ditë ku fëmia 3-4 vjet lexon, i din numrat, edhe që ne do thotë me disa realitete është ndonjëherë e vështirë me u ballafaqu dhe pesho mirë po kisha dashur me ditë përmende plan programin e prindit me fëmin. Ju si terapist që punoni do thotë direkt një 45 minutësh me fëmin çdo ditë apo si e keni caktuar në bazë të fëmisë nevojave individuale. A duhet prindit të njëjtën ta veprojnë në shtëpi apo çka përfshin plan programi i prindit? Plani individual i punës është unik për secilin fëmijë. Normalisht janë objektiva dhe fusha caktuar të cilat i ka fëmia më interes për t'i zotru, për t'i arrit, edhe ato cilat kena mangu se vështirësi më fuqizu më tepër. Normalisht kur bëhet plan programi gjithmonë cekën edhe detyra dhe ushtrimet se cilat i ndihmojnë çat pjesë, por dhe diskutohet me prindin në mënyrë që të ketë më të lehtë dhe më të thjeshtë se çfarë mundet me bëu në ambient shtëpiak. Gjithmonë kërkoj për prindërit që mos t'jena kohë as mundësi që veç me nejt me ble materialet. Po çfarë që kemi në shtëpi me vazhdu me çato. Nëse është objektiva vendosja e gjërave të njëjta tek të njëjtat, ne kemi në shtëpi gjithçka ndoshta për shembull tek seti tek kuzhina, kemi shumë lugë të njëjta, kemi gjithçka shumë të njëjta. Të vendosim për shembull, ose fëmijët po kanë shumë lodra ndërtësore, veç mas kur nëse janë me djem, kanë shumë vetura, ose kanë ushtar shumë, më ka rastis një po që kanë ma shumë një lloj të njëjtë, ose ka shumë që kanë fëmijë shumë aeroplana, kanë shumë lloje të ndryshme, saqë edhe gjithmonë kanë një farë forme kanë fiksu, vazhdimisht veç aso me i blese, kjo apo i pëlqen, kjo apo i pëlqen. Ndoshta dashur pa dashur edhe fëmia fillon me zbet dëshirë për çatë lodër, kur i blet vazhdimisht atë fillon me mbajt. Kështu që cekën fushat të ndryshme që prindi i përshtatet në bazë të atyre që ai ka në shtëpi, por edhe në bazë të atyre që ai ka brenda shtëpisë. Duke shku në faza të njëjta të objektivave për të arritur atë qëllimin caktuar.
Këtë fëmijët kanë fletore dhe fletën për shpe. Këtë kanë ngjyra, involvotik motorika, ngjyrosja, në normal fazat e para janë shkarravitjet, që fëmija me fillu me mundu me mbajt lapsin me dorë, e përmanda më herë që teknologjia realisht po dëmton këtë pjesë e dorës. Ka fëmijë ndoshta që kanë moshën 3, 4, ndoshta edhe 5 vjeç, që mbajtja e lapsit është hala mbajtja në grosht, që është shumë e rëndësishme, jo me kalu mira, me kalu matje në kapje precize me 2 gisht, po me fillu gradualisht, jo me ndryshu qatë pjesë, jo me, po gjithmonë me pas se kjo pjesë kur e përmenda është motorike, me pas kujdes, jo me bo shtypje në dorë, jo me bo një farformë me dhunë në dorë, po aj gradualisht vetë, fillon me mbajt, fillon pak më i sigurt. Jo ti më shtrëngu dorën. Mundesh me mbajt, por jo me bo presion. Se realisht detyra nuk duhet jetë presion një farformë me zor, po gradual, edhe me prit. Mandej është bashkimi për shembull i pikave, që fëmia realisht me pa fokusin, me pa kush me kanë është aty afër. Kur vjen te kjo pjesë gjithmonë thon prindërve që punojmë me marker. Shoh marker neonit që e përcjell çat vi. Por gjithçysh do të pas parasysh cilët janë edhe përforcuese fëmijës, çfarë pëlqen atij. Nuk do të thonë veç prapë potencial jo vetëm me oble, po edhe ti fizikisht me lujt me ta, me thonë po problemi është jo të që unë kam me të përqaf, ose unë kam me lujt me ty, ose kena me boqë një diçka një aktivitet caktum, ose kena me dal pak me shëtit, që me ja mirë mbaj qatë pjesë fëmijës. Jo vetëm me ke kryet e tyren, ok, në regull mbyllë fletorën edhe me qëndru ftap, po lavdraje, jepi motiv realisht realizimit, pavarësisht vështërësisë që mund ta ketë fëmia. Nëse ose përgjigje kur kërkojnë ndonjë emërtim të fëmisë. Gjithmonë po i thon prindërve që mos vazhdoni zisa herë me kërku të njëjtën. Azan për shembull është një diçka është gota. Mos e themi vazhdimisht gota, është monotone. Është një farformë presion për trurin vazhdimisht me thon gjërat e njëjtë. Pyet 3 herë, pauzo pak, shpërqendro pak. Ndoshta përçafe pak. Bëni lëvizje. Motorike prap kthehem diçka. Mos vazhdojmë vazhdimisht se ai ka me thonë dikur, por nuk është e kënaqshme që e përgjigje. Se thash me t'je gajle mandej. Kemi kujdes edhe çysh po e kërkojmë një diçka tek fëmia. Unë po të thova edhe më herët, fatmirësisht në të gjitha planet që kena që i ka me prindrit, i përshtatur shumë mirë. Ndonjëherë bëjnë edhe video dhe mi tregojnë që e kom po kështu, a kom bën ndonjë gabim. Edhe intonacioni si prind ka shumë rëndësi edhe si kur terapeut. Veç mas mit kur filloj me pas një progres shumë atë mirë gjatë fushave të ndryshme të zhvillimit, aje e vren që nëse s'ka do një përgjigje të mirë, e mban shikimin tek prindi ose tek terapeuti që a e thash mirë, kërkon miratim. Kështu që kemi gjithmonë aty kontakt me ta për me miratu. Po edhe nëse kena bë gabim, jo me thonë ke bë keq, po edhe një herë. Edhe gjatë komunikime, nëse një fëmijë nuk e ka thonë mirë donse fjalin emërtuese ose përshkruese të ndonjë fotografie, ndonjë karte ndryshme, atëherë të kërkoj që edhe një herë, edhe fillon me kuptu fëmia, okay, edhe një herë, prapë ndodh diçka, prapë edhe një herë, fillon me rregullu vetë. Kjo është gjithmonë e mira që më lë me rregulluaj vetë. Blirt e përmend, domethënë që qasja dhe tonacioni dhe gjithçka domethënë ka si për terapistin njëjtë edhe për prindin vlen që duhet me pas kujdes. A ju jipen udhëzime për juve si terapist prindërve, do thotë sa i përket këtyre elementeve? Po patjetër Vlera, thash edhe më herët që para se më punu me fëmijën duhet me diskutu me prindin. Për gjithçka, për edhe për ndjeshmërinë e tyre, për se si është prindi tu ndje. Se është fazat e para të trajtimit terapeutik nuk janë të lehta, sepse është prindi prezant, edhe është një fëmijë që kam ju përshtat është dikujt tjetër, është një person krejtësisht i huaj me ta. Është faza adaptuese. Pavarësisht a ka vështirësi ajo, por që ka vështirësi nuk do të thonë që ai adaptohet shumë lehtë, edhe ai ka adaptimet e veta që kërkojnë një kohë. Do të gradualisht mandej janë çështjet e realisht bllokadave, që janë disa raste kur kena vështirësi qëndrimi, kena vështirësi bindje me t'i dhënë gjanat, që ti kim puna ja që kemi bërë rezistencë. Po dhe ai ndoshta thënë ndonjëherë ty, kena me kërku për njëri tjetrit, çado që kemi jo afër, domethënë me pas kërkesa dhe me pas që përmandat e përforcuesin. Është një çështje për shembull që përdoret, është ABA terapia, ta mos harro ta përmend se donse kush do që e shaf edin, këtë çështje është edhe disa gjëra që përmani janë pjesë e saj. ABA terapia është një terapi që është analiza aplikuar e sjelljes të fëmijëve në situata të caktuara dhe në fushat të caktuara që duhet punohet. Në ndërto e kanë thellë përforcuesin shpërblimin.
se çfarë e bën të motivuar një fëmijë. Mirë po, me kohë të caktuar, fillon me u largu shpërblimi. Jo gjithmonë pas çdo detyre fëmia do të shpërblehet, por të rritet përqendrimi i detyrës duke u zgjatur shpërblimin. Te kjo normalisht kur përmaton që 3 herë dhe mandej me prit me bosh shpërqendrim në ndonjë aktivitet fizik, është pjesë e kësaj na që mos me kalu monotoni tek fëmia, me pas kujdesin. Kur përmend intonacione edhe këto pjesa prindrit sa i njoftohen prindrit, po gjithmonë kërkohet prej prindit që kur folim me fëmijët me lëviz ndoshta edhe zanin, jo me shku në njëjtën za. Sa atëherë është mekanik. Që me pas kujdes, kjo është pjesa e emocionet bazike. Kur qysh na flasim, ndoshta kur çojmë, qysh na flasim kur jemi shumë të lumtur, qysh na flasim kur jemi ndoshta nervoz, kur jemi të pakënaqur, që me bo lëvizjen. Edhe fëmia mëson realisht prej personit që ka përpara tij. E ka model, edhe vazhdo me bën imitim. Për cilën arsye ne i themi që të bëjmë njëjtë. Për shembull, të çojmë dur të lartë, bëjmë ndonjë lëvizje, e hedhim bashkë tek sporta, se ve bëjmë të njëjtë, na duke imituar njëri tjetrin. Por të duhet të kemi kujdes që të jemi persona të duhur në imitimet që ata krijojnë. Po, kjo shumë e mirë, me qenë persona të duhur për imitimet që ata krijojnë. Realisht po ju bjen komplet neve si prindër, përgjegjësia apo barra Përgjegjësi shoqërisë realisht. Po. Prej atij modeli që na krijojmë brenda shtëpisë. Edhe që ka tepër rëndësi. Vlerëta e përmende, më ka njoftu që jemi në minutat e fundit, por nuk po du, domethënë pa u ndalë edhe te kjo pjesa se çka po ndikon me pas rritje apo po rritet numri i fëmijëve, do thotë që kanë vështirësi në zhvillim apo çysh do qoftë, apo tash po shfaqen, ndoshta më herët janë izolu, cila mundet me qenë Te kjo pjesa më herët janë izolu, nuk më ka rastis ndoshta shumë me dëgju këtë. Po normalisht. Kjo është më shumë e para luftës, se pas luftës. Po, ka qenë më herët. Po. Bile më ka pas me pyet edhe gjyshët e mia që a kanë ndonjëherë, a keni pa ndonjë rast, ndonjë vështirësi, ndonjë familje, kanë përmendur ndoshta njën krejt gjatë mahall ose diçka e tillë. Mirë po sot kemi çdo lagje e cila ka ndonjë fëmijë ose 2 ose 3 me vështirësi. Bile kam një pediatrin e vajzës që unë konsultona me to dhe po e pyes, ta më herët kur tha që 30 vjet provoj punë, më herët kom pasa para 10 vite më me thonë një herë në javë ose një herë në 2 javë ndonjë fëmijë me vështirësi. Ta sot që është shumë shokuese ta për mua, ndodhta që kam 5 deri në 6 në ditë që shkojnë kontrolla rutinore pediatrike. Normalisht kjo automatikisht ngren një shqetësim, çfarë është duke ndodhur. Çka ne duke bëu çaq mirë, kushtimisht, edhe që ne të bëu çaq keq që është na ndodh çka. Se po rritet kaq shumë numri. Veçmas kur po vjen fillimi i aspektit shkollor, po dalin pa disa të tjera. Që ndonjëherë po rrin hije, se për shembull merr kohë më të madhe ADHD-ja. Po përmana më herët edhe është ADD-ja. Mungesa e vëmendjes, çfarë po ndodh, pse ka një fëmijë mungesën e vëmendjes? Me pa më tepër të çka pjesë. Çka po shkakton? Çka i duhet me i bë më tepër, çka me kërku, çka me mbajt motivum detyrë, çka me mbajt motivum me shku në shkollë. Normalisht që kjo do një studim më të thellë, një komunikim, një diskutim më të madh, jo vetëm të krijimit detyrat tona, por të diskutojmë me prindërit dhe me palët që na kemi në vendet caktuara. Qoftë në shkollë, qoftë në institucione parashkollore, qoftë në institucione kur marrin shërbime fëmijët, të diskutohet për ta. Mirë, po jo gjithmonë fëmia është fajtore. Se asnjë fëmijë nuk ka dëshirë, normalisht, as edhe një prind nuk i ka dëshiruar të kenë një fëmijë me vështirësi. Por edhe asnjë fëmijë nuk e meriton të lihet anash. Normal, e kuptojmë dinamikën e jetës, e kuptojmë një jetë që prindërit po punojnë, fëmijët po lihen, ndoshta po lihen prapë me detyrimisht në një kohë gjatë orari na për kopshte. Nëse janë shkolla i kanë qëndrime ditore. Po kontakti me prindin është shumë më i mangët, diskutimi, domethënë edukata realisht, aspektin e punës, detyrës, kujdesit, respektit, me motivu ma tepër, moralit, gjithçka me diskutu, po shkon duke ra realisht. Edhe prindrit normalisht që nga lodhja e tepër që kanë jashtë, tash kur vjen në shtëpi, ki disa fëmijë që janë zhurmagji, në një farë forme ata nuk janë zhurmagji, po dojnë vëmendje,
Kjo shumë më rëndësi. Definitivisht, po këto janë dy anë janë problematike po njëna tjetrën realisht. Një prind nuk është që nuk i dëshiron me dëgju një fëmijë, po çfarë shumë ka pas lodhjen dhe ngarkesa që nuk po muj as me dëgju dhe mënyra po japin telefon ose një iPad ose pedhes me televizorin me pa diçka ose me lujt që ja disa lojra që po i bën fëmijët. Ana tjetër fëmia po e ndjej veten që po është kjo mënyra vetme që unë ata po më largojnë, po lyp pe vrej vëmendjen tëmë dhe po ma nalin. Ndoshta çaj fëmijë ose pavarësisht moshës, ka ndodhur diçka me ta gjatë ditës. Ka ndodhur ka ngacmu dikush. Ka ndodhur nuk i ka motivu dikush. Ka ndodhur që i ka marrë dikush diçka. Ka ndodhur që ky nuk ka ditë me reagu ose me kërku. Ndim prej dikuj tjetër. Ai po don vëmendje që ti më thon, çaki çapo ndodh, çaj du lëviz ka shumë që shka shu dita. Po mungon ka kjo, se gjithçka po dore me mbrit sa më shpejt. Me kryu rutinat që kena kur ardhes punës dhe të shkollës, me përfundu që ato dhe me përfundu detyrat në atën e mirë. Mungesa e komunikimit shkakton gjithçka. Mungesa e lojës, mungesa e afërsisë, prekjes fëmijës për gjatë rritjes. Në mund jemi që në kopshte dhe në qëndrime mirë, po është rëndësishme me përcjellë edhe çato çapo ndodh. Sa fëmija brenda grupit, me ka po lun fëmija, çka par lujti. Ka njerë më ka shqetësu fakti që gjithmonë këm dëgju prind kur ka mana për kopshte a ka hangër edhe a ka flejt. Najherë kur këm dëgju dikën qa keni bo aktivitet me thonë dhe ti më knaqë shumë, që që pyetje dikush, se kjo shumë e rëndësishme, edhe me pyetje se atë ka dëgju. Në të kuptime që ato ka bind në detyra, ato ka bind në lojnë, aktivitet që ti ke pas për gjatë kësaj dite. Këto ne dëgjojmë rrallë. Atë mirë që edhe unë vetë, kur shkoj marr fëmin të ame, për gjithmonë pëzën, që ka bo sot, atë kanë dëgjua, ka bo mirë aktivitetet. Unë natyrisht që prapë ka me pyet. Edhe rrallë më dohet me pyet, a ka hangër ose a ka flajt. Të është një pjesë e rëndësishme, normalisht është e rëndësishme, por nuk është që nuk ka me mujtë me nejtë pa qëto dyja. Me rëndësisht socializimi, për që ta dhe thirë në institucionet. Mu socializu, me dëgju, me kriju disiplin fëmija. Kërë që kjo pjesa shumë e rëndësishme që është pjesë e prindit, e brendshme e familjes, disiplina, komunikimi, loja. Ku këto hasin vështërsi normalisht të me lyp dimën e personat adekuat. Blerta, unë sinqerisht falenderoj shumë për krejt këshillat, për krejt informacionet që i ndove me ne, edhe besoj shumë që të gjithë prindërit që e dëgjojnë, pavarësisht, do thot nëse kanë fëmijë me zhvillim tipik ose jo, ka qenë e dobishme dhe kanë përfitu për këtij podcasti. Falenderoj shumë që ishe sot këtu. Faleminderit shumë Lera. Shëndet. Miropafshim në podcastin e radhës.